Kështu duke qyteti Bakhmut në pjesën lindore të Ukrainës para pushtimit nga ushtria ruse në pranverën e vitit 2023. Galina Grahno u largua nga qyteti me familjen e saj në fillim të sulmit të gjerë të Rusisë në vitin e parë të luftës. Tani, ajo thotë se nuk ka ku të kthehet. Në tetor të vitit 2022, pash një video regjistrim në internet nga qyteti dhe njoha apartamentin tim. Këndi dhomës së vajzës time ende po qëndronte, edhe tryeza po qëndronte ende, një ekran mbi tavolinë, por çdo gjë tjetër ishte shkatruar. Ky është viti i tretë që kur zonja Grahno po jeton me familjen e saj në Poloni. Ajo thotë se ka pak gjasa që të kthehet në Ukrainë. E flas më mirë gjuhën polake. Kalova provimin për nivelin B1 dhe mora kurse të kontabilitetit në gjuhën polake. Vajza ime filloi studimet universitare, andaj ka shumë mundësi që të qëndrojmë këtu. Shumica ukrainasve që ikën nga lufta ndajnë pikpamjet e zonjës Grahno, thot Lib Vishinski, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Strategji Ekonomike, një organizatë qeveritare që merret me hulumtime në Kiev. Sipas një ankete që bëm në fund të vitit 2022, mbi 50% e refugjatëve ukrainas synonin të ktheheshin. Tani, kjo shifër ka zbritur në afro 20%. Mungesa e sigurisë është njëri prej faktorëve kryesor, thot ai. Margarita Sitnik, bashkëthemeluese e grupit Holka, thot se vështirësitë e tjera për t'u kthyer janë mungesa e vendeve të punës dhe banimit. A do të ekzistojë infrastruktura, shkolla apo ardhmja për fëmijët? Këta janë faktorët kyç në vendimin për t'u kthyer apo për të qëndruar në një vend të dytë. Zonja Sitnik jeton dhe punon në Poloni në 7 vitet e fundit, por kur filloi lufta, ajo vendosi të kthehej në Ukrainë. Si një njeri që ka përvojën e imigrantit, i kuptoj shqetësimet dhe vuajtjet e tyre, thot ajo. Sipas Qendrës për Strategji Ekonomike, 80% e refugjatëve ukrainas janë duke bërë punë që kërkojnë më pak kualifikime se ato që kanë ata. Eksperti për politikat e migrimit Andriy Gajdutski beson se shumë nga refugjatët ukrainas në mënyrë të natyrshme nuk duan të humbasin statusin e tyre dhe do të zgjedhin të kthehen në momentin kur vendoset paqja dhe kur kushtet të jenë më të favorshme, çështje për të cilat duhet të përkujdeset qeveria e Ukrainës. Shteti duhet të krijojë kushtet për zhvillimin e biznesit këtu. Një punëdhënës duhet të punësojë një refugjat ukrainas i cili është kthyer, duke i dhënë atij mundësi që të punojë këtu dhe të fitojë mjaft për të paguar çiranë e shtëpisë. Mbetet po aq e paqartë nëse ata që janë detyruar të qëndrojnë në Ukrainë gjatë luftës do të mbesin atje pas përfundimit të saj. Sipas anketës, pasi të hapen kufijt, rreth 20% e ukrainasve mund të largohen. Mbetet për t'u parë se në çfarë kushtesh ukrainasit që kanë përjetuar luftën do të vazhdonin të jetonin këtu. Kombët e Bashkuara thonë se tani janë rreth 7 milion refugjat ukrainas në botë, gati 1/6 e popullsisë së para luftës të Ukrainës.